Hello, Leporusha, mirë mbrëma, si jeni, qa bëni, uroj të jeni sa më mirë. Kemi finalen e fan clubit të Big Brotherit, dhe do ta komentojmë bashk, aty do jetë Brikena, Shëndriti, Juldeda, Gerta, Gixhari, edhe të tjerë banor nga Big Brotheri. Dhe të shikojmë duke u zënë. Është një mbrëmje, pra sot nis dhe sot mbaron, nuk është si post Big Brother që ndahet në 2 episode, që kështu për 2 minuta mendoj, saktësisht nis dhe emisioni. Mos ta mendoja aq shumë se sa e mendoja te fjalë para se ta qisje, po të thjesht ta thoje dhe të isha më gati për të sulmuar dhe të qenë pjesë, do ishe sonte në finale. Pra, me pak fjalë Francesca po thotë që ti ja ke dhuruar në një farë mënyre Mateos finalen. Atëherë, unë nuk mendoj që apo ju duket dhe juve që po e sulmojnë Brikenën? Meriton plotësisht finalen që është finale. Okej, kështu që po ta marr. O bre Ariana, ke reaguar ti kështu kur Brikena i tha për Mozart? Se kjo Ariani do më thënë e diçka, mendon se të mbyll gojën duke thënë diçka dhe ti s'mund të përgjigjesh. Jo Arian, nuk përgjigjem. E di sa ti përgjigjesh, nuk do të përgjigjesh. Ke reaguar në të mënyrë kur ajo shajti Mozart e mia? Dhe ti kërkoja unë llogari dhe jo Ariani llogari mos. Ariani është shumë për të kërkuar llogari nga Edisa. Hera e parë edhe e fundit. Kaq. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Now come on now. Kiara ka për të folë me Lunën, kështu që publicitet. Ju po sheu intervista e Brikenës. Mendoj se Brikena do ketë prap pjesë, se do vi Juldeda, Gerta Gixhari aty, që siç po më thonit sote në live që Julia zën me Brikenën, ndërkohë Juli që e kisha përballë me më thoshte jo, nuk jam zënë me Brikenën, kemi patur thjesht një debat. Dhe do ta shikojmë live. Si ju duk intervista e Brikenës ndërkohë? Dhe ne si kuratat më të mira në botë, ju themi votoni mbretin ton Mateo. Bravo! Shumë të madh për Brikenën, sepse siç e tha, ndryshe hyri dhe ndryshe doli. Ajo hyri si një vajzë TikToku që bënte twerk dhe doli si një zoje nderuar e sapo martuar, kështu që për këtë gjë unë të përgëzoj pa mas. E dyta e dashur doja të pyesja, mozat e mia nuk dolën kund që fluturuan, por a e ke parë që të ka fluturuar gjithë fytyra në rrjete? Ke pasur kohë ta shohësh? Okej, dhe si u ndjeve? vajza, me qenë se jemi edhe në një diskutim të vajzash, kërkoj që t'jeni pak më të kujdesshëm. Jo, dua t'i them ta si mbajmë ndjehet. diskutimin në